الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين والصلاة والسلام على خير خلق والخليقة الهادي إلى الحق والحقيقة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فندري بري الله تفالي ذنديم كركاي صلوات والسلام بكرية المثمير محمد صلى الله عليه وسلم درغاي بفامiljen e tij të bekuar, shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Pas falënderimit ndaj Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson të falenderojmë njerëzit duke thënë men lam yashkuru nas lam yashkuru Allah. Ai që nuk din me falënderu njerin, nuk din me falënderu as Allahun. Ndaj e falenderojmë iniciativën Vepra që na ka përzgjedh prej qindra e mira hoxhallar, më të mirë se na, e më të ditën se na, me dalë para juve me i folë këto fjalë. Po ashtu e falenderojmë edhe hoxhën tonë të nderuar, hoxhën Bekir Halimi, që me insistimin e tij na kum pranu me qenë pjesë e kësaj tribune. Ndaj lutja Allahun azza wa jall për krejt ata që janë bërë shkaktar që kjo tribun të organizohet, të shpërblejnë ditën e takimit me Allahun me shpërblime që veç Zoti ka përgatit për robët e tij të sinqert. Rreth temës që më është kërkuar të flas para jush është çelësi i vetdijes, njohja e vetvetes. Padyshim se vetdia apo thënë ndryshe njohja e vetes është prej gjërave elementare që na ndihmon në rrugtimin ton drejt kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Ai njeri që nuk e njeh veten, thon selefi, nuk e njeh as Allahun e lartësuar. Ndaj është bazë prej bazave dhe piknisje e madhe që çdo besimtar që don me arrit sukses në dunja dhe në ahiret, ta njeh veten e tij, ta njeh kapacitetin e tij, edhe të mundohet mbi bazën e kësaj mirësie të Allahut të rrugtoj drejt kënaqësisë së tij. Njohja vetes apo idraku nefs është prej obligimeve të shariatit dhe prej maqasidu sharia qëllimeve të tina. Allahu i lartësuar na obligon që të mundohem sa më shumë ta kontrollojmë veten, ta rregullojmë dhe ta bëjmë në atë formë që ai i ka cilësuar robët e tij të devotshëm. Qindra ajete Allahu fol për cilësitë e besimtarëve. Po ashtu edhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam në hadithe flasin për cilësitë e besimtarëve, e që folën dy hoxhallar të nderuar para meje. Por ajo që unë do të flas rreth kësaj teme është si të arrijmë me njoft veten. Kushti i parë është të jemi sinqert. Sinqeriteti ndaj Allahut na lehtëson me njoft realitetin tonë. Çka i bën me qenë i sinqert? I bën me zbatu një fjalë të Allahut azza wa jall, ku na thot ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O ju që keni besu për hatër të imanit në Allahun, shikoni mirë, keni frikë Allahun dhe shikoni mirë se çka po veproni nestra për ditën e takimit me Allahun. Edhe kjo nuk ka mundësi mu arrit veçse duke pas frikë Allahun, Allahu e din çka veproni. Ndaj kërkohet që secili prej nesh ta ketë një moment, një qasje ditore në vetë kontrollimin e vetës. Selefit porton në krye me Omerin radiallahu anhu, si që përmen Ibn Abi Dunya rahimahullah në librin Mahasinu Nefs, thot ai njeri që nuk e kontrollon veten, nuk ja ka arrit qëllimit shariatit.
Apo në një vend tjetër thot hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, llogaritni veten e juve para se t'ju llogarit Allah. Po ashtu edhe Hasan al-Basri rahimahullah, ky njeri që ngjante fjalët e tij me fjalët e pejgamberëve të Allahut, thot ai njeri që llogarit veten e vet në dunja ja lehtëson llogaritjen e vetës ditën kur del para Allahut. E pse ndodh kjo? Pasi njeri kur e kontrollon veten, e din se ku gabon dhe e din se ku ja qëllon. Ndaj është shumë thelbësore që mi ditë gabimet tona, se nëse nuk i dina, nuk kena mundësi me i përmisu. Po kjo nuk arrihet pa një sinceritet fort me Allahun Azza wa Jall. Kam arrit shumë njerëz të ditur, dietar në vendin ku kam mësuar në Jordani, që kam pas shënime ditar për vete, që llogaritnin në veten e vet në çdo ditë që bënin. Një prej mësuesve të mi në Jordani thoshte kam mbi 300 fletore që i kam përgatit për vete në ditën kur dal para Allahut Azza wa Jall. Pse gjithë kjo përpjekje? Sepse qëllimi është me pështu atë ditë kur mundësia e pështimit është e paktë. Pejgamberi Allahut alayhis salam thotë se njerëzit e xhenetit, karshi njerëzve të xhenemit, janë sikurse qimja e bardhë në kohën e zi, apo qimja e zezë në kohën e bardhë. Por ajo në pak, ndaj e lusë Allahun në mundësoj të jemi nga të paktë. Po ashtu vëllezërit e mi, njeriu kur e kontrollon veten, kur e vlerëson veten, mundohet vazhdimisht me përmirësu veten për ditën e daljes para Allahut, pasi që atë ditë Allahu do ta sjellë krejt ato që kena vepruar. Zatën shumë njerëz do të befasohen kur ta lexojnë librin e veprave të tyre dhe do të thonë siç i përshkruan Allahu, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çfarë është ky libër që s'pas ka lënë kur gjë pa shkruar, pa pru ashtu siç e kemi vepruar. Ahsaha Ibn Taymi rahimahullah thot Allah Azza wa Jall e sjell edhe ndjenjat e veprave që kemi pas gjatë veprimit. Për shembull, këtu kamera që po ngjëzojnë tash tribunën, e sjellin pamjen tonë, bisedën tonë, ndërsa aspektin e brendshëm të shpirtit nuk e sjellin, ndërsa ahsaha do të vinë edhe kënaqësitë e robëve që kanë qenë në adhurim, po ashtu edhe kënaqësitë e robëve që kanë përjetuar në gjuna. E kjo llogaritje e imt sahabët i frikojnë shumë. Dhe më njëherë e pyetëm pejgamberin alayhis salam duke i thonë: "O i dërguari i Allahut, a krejt çka kena vepruar, kena me pa në ditën e takimit me Allahun?" Pejgamberi alayhis salam nuk përgjigjet. Dhe pas një kohe zbresin edhe 2 ajete ku sqarojnë pyetjen që sahabët e kërkuan. Allahu i lartësuar thotë: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Ai që bën një të mirë, qoftë sa grimca e atomit, ajo ka më ardh, dhe ai që bën një të mirë, një të keqe, qoftë sa grimca e atomit, ka më ardh atë ditë kur dalëm para Allahut. Ndaj llogaritja para tina dhe dalja para tina nuk është gjë e lehtë. E as nuk është ashtu siç na dina me paramenu dhe din më na zbukuru shejtani. Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë i përgëzuar me xhenet. Dhe ka qenë prej atyre që pejgamberi alayhis salam i thotë: "Ti do të thirrësh prej 8 dyrëve të xhenetit." Jo për njërës as 2, po krejt dyrt e xhenetit do të thrasin emrin tonë. Por njohja e vetës në detaj asnjëherë se ka bëhet sigurt. Dhe Zotën thoshte shpesh: "Lejteni, mirë për mu të kisha me qenë kafsh, me më hangër njerëzit, ose një transmitim kisha me qenë pëm, me më hangër kafsh, e veç Allahut mos më dalë për para." Edhe vetë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e përmend Imam Muslimi në Sahih thotë: "Wallahi inni rasulullah, la adri ma fa'ilu Allah bi." Pasha Allahun, unë jam i dërguari i Allahut, po nuk e di çka ka me bëu me mua Allahu. Po ashtu edhe Omeri, vetëm një natë para se me vdek, prej frikës të madhe
prej takimit me Allahun, shkon te Hudhaifa dhe i thot: "Të betohum në Allahun më tregu, am ka përmend pejgamberi alayhi salam prej munafikëve. Am ka përmend në listën e atyre që kanë qenë hipokrit dyftyrsha." Dhe pastaj thot Hudhaifja, dul Omeri në mimber dhe me një zot madh bërtitje dhe tha: "O njerëz, nëse një zot rreth nga qielli dhe thot se krejt njerëzit janë në xhenet, veç një njeri nuk është në xhenet, dini se ai është Omeri." Kaq frikë e madhe, ndërsa ne sot vëllezër të dashur, as se kem të siguruar në xhenetin, as i dim veprat e pakta që i bojna, a do të pranohen apo jo, edhe kemi një lloj sigurie të madhe dhe nuk merrem me vete, vërtet është për muhabit. Çështja tjetër që duhet patjetër me pas një njeri që don me përmirësu veten, me njoftë veten, është kujdesi nga mbi vlerësimi. Jetojna në një kohë kur rrjetet sociale, secilin prej neve na shfaq jo realitetin që e kena në Facebook, në Twitter dhe rrjetet tjera sociale. Përmendum ajete, hadithe, thënie dietarëve, ndërsa secilit prej neve jetësimi dhe praktika e këtyre teksteve na mungon në jetën e përditshme. Andaj të mundohemi të kujdesemi nga mbi vlerësimi i vetës edhe mbi vlerësimi i njerëzve ndaj nesh. Na jena ata që jena në vetmi. Nëse jena të sinqert me Allahun, kur je kemi afër telefonin, e kujdesum synin ku po shikon. E kujdesum dorën me kon po shkruan apo me kon po flet. Pra mundohemi me qenë në vetmi, duke kujtu fjalën e Allahut: "Alam ya'lam bi anna Allaha yara", a nuk është e ditë se Allahu është tu e pa. Çdo njeri që ka të brendshme të shkatrune, dini se ajo nuk i fshehet Allahut. Allah Azza wa Jalla në Kur'an tregon se është më afër prej neve se sa damart e qafave. "Wa nahnu aqrabu ilayhim min hablil warid", dhe ne jemi më afër tek ata se sa damart e qafave, është fjala me dijen dhe vëzhgimin e tina. Ndaj, nëse krejt njerëzit na mbi vlerësojnë dhe na bojnë për njerëzve të xhenetit, dhe njohja vetës dhe realitetit ton e din që jena larg asaj që na përshkruajnë, kja asgjë s'na ndihmon në ditën e daljes para Allahut. Po nëse ndodh e kundërta, nëse krejt njerëz na refuzojnë, flasin keq për neve, dhe ne e kemi rregulluar raportin ton me Allahun, kja asgjë nuk na bën ndëm. Ndaj të mundohemi sa më shumë të merremi me vete dhe mos të merremi me vlerësimet e njerëzve karshineve, se na jena ata që jena para Allahut. Po ashtu vëllezërit e mi, e treta gjë që na ndihmon është adhurimi i shumt dhe lutja e madhe. Pejgamberi alayhi salam është pyet prej Ebu Hurajres radhiyallahu anhu duke i thonë: "O i dërguari i Allahut, po të vërej se po ndalesh kur po merr tekbir namaz, çka po thu mes tekbirit dhe surës Fatiha?" Ebu Hurajra ka qenë shumë i etur për dije dhe mundonte çdo çast ta shfrytëzonte në pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mëson lutjen që e bënte dhe fillimi i saj ishte: "Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib", o Zot, largon prej meje dhe gjunohet ashtu që ke largu lindjen prej perëndimit. Vëllezërit, mundohemi sa më shumë ta rregullojna veten tonë me adhurim. Dhe në krye të cilëve është leximi i Kuranit. Leximi dhe meditimi në Kuran e ngrit njeriu, pasi ky është shkaku i zbritjes së këtij libri. Allahu Azza wa Jall Kur'anin famlart e ka zbrit për më na pastru prej gjunohet edhe për më na pajis me moralet larta. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an ngrit në ato që është më e mira.
Ibn Abbasi, siç e përmend Ibn Abi Hatim ar-Razi në tefsirin e tij, në shpjegimin e këtij ajeti thot Allahu dëshiron prej neve që të pajisme me moralin e pejgamberëve dhe atyre që e ndjekën rrugën e tij. Ndaj për me po vetëm praktikisht ku jena, unë propozoj që me lexu librin fragmente nga jeta e sahabëve, edhe me shiku se çka kanë bo ata për Allahun, dhe çka kanë qenë në gjendje me sakrifiku për të, pastaj me përshkru një jetëshkrim për vetën tonë, kush jeti që ka bën për Allahun, edhe me lexu në atë libër. Pa dyshim se kur e lexon sakrificën e Omerit, e Ibn Omerit, e Ibn Abbasit, e të sahabëve tjerë dhe lexon sakrificën tonë, është shumë për të dëshiru. Por nuk ndryshohet fundi i këtij umeti, veç se qysh u ndryshu fillimi i tij. Ndaj sa më shumë lexim për jetën e tyre, është pasurim për jetën tonë në aspektin teorik, po me lejen e Allahut edhe në aspektin praktik. Por këto gjëra duhet patjetër me i pas parasysh nëse dojna me e ndryshu veten në aspektin që Allahu Azza wa Jall kërkon. Po ashtu vëllezërit të nderuar, janë disa gjëra tjera që na pengojnë nga ky vetë zhvillim. E para prej tyre që dietarët e përmendin është që njeriu mos me pas synim kënaqësinë e Allahut. Kur njeriu se ka synim kënaqësinë e Allahut, pastaj e ngatron rrugën. Jepet mas asaj që Allahu nuk e don. Mburret me të arriturat e tij, i përmend sukseset e tij dhe fillon me i hulumtut metat e tjerëve. Hasan al-Basriun rahimahullah e pyetnin nxënësit, çysh është zakon më pyet prej nxënësve për filan hoxha dhe filan hoxha, dhe më njëherë ju thoshte, ende s'kam arrit ta kuptoj veten time, ta njeh siç duhet, dhe e si ta kuptoj tjetrin e ta njeh atë, s'kam kohë më marr me tjetrin. Po ashtu thuhet për Hasan al-Basriun, se dilte në rrugë dhe thoshte, betonan Allahun se krejt njerëz janë më të mirë se unë, se gabimet e tyre nuk i di, e gabimet e mia shumë i di. Ndaj një njerëz që fillon më marr me tjerë, e veçanërisht me njerëz e dijes, me fol për ta, është shaj e shkatrimit tina. Ky njeri nuk don me njoft realitetin e vet, as me rregullu veten, dhe pastaj shejtani e përdor, Allahu na ruaj, në ato që është që e krahason Allahun, që e krahason Allahu Azza wa Jall me ngrënien e mishit vllat. E yuhibbu ahadukum e ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, apo doni ndonjëri prej jush me hangën mishin e vllat, e sa është e urrejt në ajo. Ndaj çdo njeri që gjen kohë më marr me tjetrin, automatikisht është alarm se ai nuk është të marr me veten e tij, nuk është të njoft veten e tij sa do dhe ka lënë hapësirë më marr me tjerë. Gjëra e dytë është rezultati në aspektin e dunjas. Disa njerëz vetëm mashtrohen me arritjen apo suksesin në jetën e kësaj bote dhe mendojnë se ky sukses është i sigurt edhe në botën tjetër. Nëse dikush ka arrit pozitë, ndije apo pasuri, kjo nuk do të thotë se ka arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Ashtu siç e përmendi hoxha jon, hoxha kujtim, qindra pejgamber të Allahut ose mira janë që na nuk dina asgjë për ta, po kjo nuk i dëmton para Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej sahabëve, Ibn Hajar në librin El-Isabe fi Tamyiz as-Sahabe i përmend afërsisht 8000 sahabë, dhe për 4000 prej tyre dietarët kanë rënë dyshim sa janë prej tyre apo jo. Por është ardhur me konsenzus prej tyre se vetëm në haxhin nam të mirës kanë qenë 150.000. Ku janë pjesa tjetër, askush prej dietarëve nuk i din, po kjo nuk i dëmton ata as pak para Allahut. Ndaj esenca është me qenë tek Allahu Azza wa Jall i njohur dhe mos me tentu me arrit kënaqësinë e njerëzve, pasi Imam Shafiu thot, kënaqësia e Allahut është diçka që shlihet, e kënaqësia e njerëzve është diçka që nuk arrihet,
arrije atë që s'lihet, e leje ato që nuk arrihet. E lësë Allahun Azza wa Jall që të na lehtësoj me njoft veten, me njoft metat tona, me umar me sinqeritet të madh, me përkushtim të madh. E lësë Allahun që na lehtësoj me përmirësu ato që na kanë mbetë, me shpresë që Allahu më na fal ato që na ka kalu, që është na ka bashku Allahu në këtë vend, e lësë më na bashku në xhenetet e tij. Zoti nderoft edhe një herë, faleminderit, e qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum.